113 vjetori i shpalljes së pavarësisë është përkujtuar dhe nderuar në qytetin e Korçës përmes një ceremonie zyrtare. Në ceremoninë e organizuar para bustit të luftëtarit kombëtar, kanë qenë të pranishëm autoritete vendore dhe qytetar. Në nderim dhe respekt të kësaj dite janë vendosur kurora me lule nga deputetët e qarkut të Korçës, nga prefekti, bashkia, këshilli i qarkut, nga organizatat e veteranëve dhe familjeve të dëshmorëve. Kurora me lule janë vendosur edhe në emër të Këshillit Bashkiak, policisë, ushtrisë, universiteti, nga shoqatat e të përndjekurve politik, invalidëve të luftës dhe ushtarakëve, nga Partia Socialiste dhe Demokratike, si dhe nga komunitetet ortodokse dhe muslimane. Akti i shpalljes së pavarësisë përbën një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e popullit shqiptar. Ai ishte fryti i përpjekjeve dhe i luftrave shekullore të shqiptarëve për të mbrojtur tërësinë toksore të atë dheut dhe për të formuar shtetin e pavarur shqiptar. Me vendimin e Kuvendit të Vlorës, kombi shqiptar fitoi të drejtën e tij të pamohueshme për të qenë i lirë e i pavarur krahas kombeve e popujve të tjerë të Europës.